sonte dorëzuam kandidaturën time për kryetar komunet të Gostivarit në kuadër të koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim. Mesazhi jonë është që urojmë që të ketë zgjedhje fair, demokratike, gjithçka të kalon në rregull dhe shpresoj që këtë herë më në Gostivar do të kemi një kryetar të përzgjedhur. Çfarë kampanje do të zhvilloni kësaj radhe edhe a prisni ta përsërisni rezultatin apo? Po, kampanja më tepër do të koncentrohemi në bashkëbisedim dhe takim me qytetarët, bashkëqytetarët tanë, duke marrë parasysh se programin dhe gjitha që kishim për t'ia thënë qytetarëve në zgjedhjet e 19 tetorit e kemi bërë një herë, tani do të intensifikojmë takimet direkte me qytetarët në të gjithë vendbanimet, do të bashkëbisedojmë me ta dhe besoj që diku para ditës së zgjedhjeve, 3-4 ditë, do të kemi një, le të themi, tubim përmbyllës në Gostivar. Se kur ndani çështjen që oponentët politik akoma s'kan kandidaturë në Gostivar? Po mirë, unë uroj që ato t'i kalojnë të gjithë problemet që i kanë ndërmjet veti dhe besoj dhe shpresoj që deri nesër do të kenë një kandidaturë dhe besoj që kandidatura do të jetë e denjë me të vetmin qëllim që qytetarët e Gostivarit të kenë zgjedhjen në zgjedhjet e 11 janarit vitit 2026.